Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Në këtë pjesë të dytë të këtij emisioni do të flasim për çka ngjar pas luftës 12 ditore. Siç e përcaktoi emrin e kësaj lufte që zgjati vetëm 12 ditë, ai i pari që përcaktoi këtë do ta quajmë ta lufta 12 ditore, ishte presidenti Donald Trump, e cila u kurorëzua me një armë pushim. Një armë pushim të negociuar nga Katari dhe të imponuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mes Iranit dhe Izraelit. Cila është situata në vendet respektive, cila është situata në Jeruzalem dhe Tel Aviv? Regjia, ju lutem më lidhni me shqiptaro-izraeliten zonjën Gani. Zonja Gani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si është situata në Izrael? Është kthyer jeta në normalitet? Pa tjetër, se jemi të detyruar të kthehemi në normalitet dhe të kthehemi në jetën e zakonshme, sepse në Izrael ajo e kam theksuar gjithmonë, ajo që është kryesore që populli i Izraelit edhe në ditë të vështira, ditë të rimbëkëmbet dhe të çohet shpejt dhe të marrë jetën në proporcion, sepse nuk ka rrugë tjetër. Dhe natyrisht, mbas luftës 12 ditore, siç e theksuat, vërtet është një entuziazëm për Izraelin dhe për popullin e Izraelit, sepse armëpushimi u mirëprit nga populli i Izraelit, apo u quaj donë si mision i lënë përgjysëm, sepse objektivi ishte rrëzimi i regjimit të ajatollave? Nuk mund të them që ishte ai objektivi për të rrëzuar regjimin, por një nga pikat, mund të them, ishte dhe ajo që të rrëzohet regjimi, por kryesorja ishte shkatërimi i armëve bërthamore, e cila do të sillte për një kohë shumë të shkurtër një rrezik shumë të madh për Izraelin. Dhe ajo që na dha një çik më shumë siguri të paktën që në atë pikë në armët bërthamore tashmë ai nuk mund t'i përdori, ndoshta për një fazë kohe ai mund t'i prodhojë dhe mund të rimbëkëmbet. Nuk i dihet, sepse çfarë mësojmë në vite, nuk mësojmë në një ditë dhe në 12 ditë, dhe patjetër që të paktën ajo që është kryesorja, suksesi më i madh dhe ai entuziazmi i popullit ishte që u thye një akull, mund të them, u hap një vijë ajrore tjetër në një shtet i cili kërcënon gjithmonë Izraelin, diçka që nuk është bërë asnjëherë. Prandaj ky ishte një entuziazëm shumë i madh për Izraelin, por për sa i përket armëpushimit, mund të them se nga ana e Iranit nuk ka armëpushimi dhe ai akoma nuk ka bërë një marrëveshje, nuk ka bërë një shprehje të tillë, ai gjithmonë thotë që ai nuk është gati të bëjë një armëpushimi me Izraelin, por ajo që ka rëndësi në këtë moment e që flitet shumë në mediat e ndryshme është që marrëveshjet me shtetet e tjera, të cilat rrethojnë Izraelin, dhe për Izraelin ajo ka shumë rëndësi, sepse në qoftë se shtetet e tjera si Siria, Libani pak a shumë ka një marrëveshje, ato Indonezia dhe shtetet që vinë do të bëjë diçka për Izraelin që do të thirrë një siguri më të madhe, sepse duke patur një numër shtetesh të cilët do të mbështesin, do të bëjë një paqe me Izraelin, kështu që Irani do të ngelet i vetëm dhe në qoftë se ai nuk do të pranojë të bëjë paqe. Po situata e brendshme politike në Izrael si është, sepse ka pasur një presion të jashtëzakonshëm nga drejtësia që kryeministri Benjamin Netanyahu të paraqitet para drejtësisë. Po. Kundër kësaj ka pasur dhe deklarata 2 herë të presidentit Trump që ka thënë që ky është një hero lufte, drejtësia duhet të tërhiqet sepse ai po arrin një marrëveshje. Si është i ndarë opinioni publik aty lidhur me këtë gjë? Opinioni publik në çdo vend ka ato iderat politike më shumë, por ajo që është qesharake, mund të them, në këtë gjykim është sepse Netanyahu ka 8 vjet që i bëjnë të gjyqje dhe faktikisht 8 vjet është një kohë shumë e madhe dhe akoma nuk kanë konsultuar asnjë gjë, dhe sot që ai është kryeministër dhe para 3 vitesh që nuk ishte kryeministër, domethënë që deri tani për mua personalisht është shumë qesharake dhe jam e sigurt që nuk do dali gjë nga kjo punë, po ajo që thekson sepse korrupsion, po cilat janë veprat penale, për ç'a ka bërë, për ç'a e akuzon prokuroria? Flitet për një cigare puro, flitet për cigare puro. Për një ark me puro, për çfarë?
për një paket cigare që ndosha një kryeministër me ligje ka të ndaluar ta marrë nga një shok i veto. Nuk ka fakte për asnjë një gjë që ai ishi korruptuar, një gjë fitet vetëm për cigare, për gjëra të vogla që edhe për një artë me shampanjë mos gabojnë. Jo. Atë akuzojnë gruan. Gjëra të vogla budalliqe, sepse them ka 8 vjet, në qoftë se do ishte diçka vërtet që ishte për t'u gjykuar dhe për t'u dënuar, ai do dënoi ku nuk ishte kryeministër, jo sot që është kryeministër. Pra ai që është kryesorja për presidentin Trump nuk është vetëm gjyqje. Është gjyqje sepse Izraeli është në një periudhë shumë të vështirë lufte dhe domethënë për ekzistencën e këtij shteti duhet kjo pikë duhet vënë anë sepse edhe nuk e respekton dhe si shtet dhe si gjykat dhe si kryeministër në këto moment që të merren me këto gjëra të vogla, me gjëra që mund të them budalliqe. Por gjendja situata në Hamas, po arrihet deri një marrëveshje me Hamasin? Hamasi? Jo, dhe sot ka pasur në media që Hamasi nuk është dakord të bëjë një marrëveshje me Izraelin, sepse Hamasi ka pengjet dhe nuk është gati edhe t'i lëroj pengjet, sepse Hamasi ka një vegël të cilën e mban për veten e tij, nuk mendon për një popull, por mendon si të luftojë Izraelin me ato 20 veta që mund të themi mund të jenë të gjallë dhe 30 që janë të vdekur, dhe ai nuk pranon të bëj asnjë marrëveshje, thotë që unë nuk dua ta ndaloj luftën. Dhe unë dua të them, kjo është era e parë që Hamasi po përballon të luftë kaq të vështirë. Asnjëherë nuk ka qenë luftë kombëtore e Izraelit në Gaza, është era e parë. Ai megjithatë nuk toleron, akoma vazhdon, thotë unë do vazhdoj luftën. Sepse ai mbas atij nuk është Hamasi, është dikush tjetër që mbështetet dhe ne kemi të qartë që dhe ushtarët që janë nëpër tunele nuk janë të Hamasit, janë të Iranit, i cili ka sjellë deri atje brenda. Por megjithatë koha do t'rregojë çdo gjë. Por sot ai nuk është gati të bëjë asnjë marrëveshje dhe nuk është bërë asnjë marrëveshje me Hamasin për të lëruar pengjet, edhe për të mbaruar kjo luftë. Të falenderoj shumë që ishe në emisionin sot. Natën e mirë. Ju lutem. Faleminderit për ftesën. Profesor Klosi, një nga dilemat më të mëdha që ka pasur, juve vjeni drejtori i agjensisë tonë kombëtare bërthamore, dhe në kontakte me agjensinë qendrore IEA. Ajo agjensi është agjensi energjetike. Gjithsesi, ju si fizikant, profesori fizikës bërthamore, si mendoni, ka dy opsione, që Trumpi thot që u shkatrua tërësisht, e quam 10 vjet të pak. Është i detyruar të thot këtë gjë, se e para u vranë shumë njerëz. Edhe në Izrael, jo aq sa në Iran, po dhe në Iran u vranë shumë. Dhe thot ai që s'dështuam në këtë punë, do thënë përgjegjësi shumë e madhe. Industria nukleare iraniane nuk është zhdukur, nuk është harrosur, nuk është asgjësuar siç thot pretendon Trumpi. Një minutë, pyete tani. Industria iraniane është dëmtuar shumë. 3 reaktorët energjetik që kishte iraniani nuk janë më, dhe reaktorët kushtojnë pak një 6 miliard njëri. Pra, është një shifër. Një reaktor kushton 6 miliard? Sigurisht. Pra, nuk është aq dëm i vogël. Kurse problemi i armës bërthamore të Iranit, pretendimi që Irani se ka po do t'a bëj, është edhe ai një gogol. Pse nuk ka vend në botë nga ata që kanë gjithë tani armë bërthamore që para se t'a përdorin do t'a provojnë njëherë. Ore, që kanë bërë? Ta testojnë. Dhe të gjitha Korea, merr një rastin e Koreas, se është tipik me Iranin. Korea për tjera arsye, Irani për tjera arsye. Korea, sa po e bëri provën e pare, tha vetë. E tha, se mbase kishte frikë se zbuluan do. Por e zbuluan. Shpjegoni këtë pjesë të lutem, Don. Për të treguar, një minutë, se është shumë e rëndësishme. Për të treguar që unë e kam tani. Edhe Irani, po t'ishte se kishte bon, do kishton me kohë që e kam. Netanyahu tha Don që vetëm pak javë nga realizimi. Netanyahu ka vrarë në gaz 50.000 vete burë. Edhe se ka rrujt fare, edhe po flisni për Hamadin, në ndërronin, nuk është Netanyahu po lufton për vetën e vetë. Një lloj si Trumpi. Ti themi trosh, të gjithë analistët në perëndim e thonë, të gjithë, pjesë goxha e madhe që unë kam lexuar. Ore, të dy këta njerëz po luftojnë për vetën e vetë. Nuk është aq e thjeshtë.
që të bombardosh dhe pastaj thua nuk i shkatrova. Reaktorët janë shkatruar se janë mbi tokë, se thash nuk futën reaktorët. Si është shpjegoni ciklin e teknologjisë. Nuk është se kërkon impjantet më dhambur. Kërkon shumë centrifuga, të cilat mund të mbash 10 në një vend, 10 në një vend, 10 në një vend. Nuk është aq e thjeshtë ajo. Prandaj dhe shefi i agjensisë në Vjenë tha ajo, është dëmtuar vetëm disa javë. Se sigurisht janë prishur rrugë, janë prishur më thash. Prandaj them që nuk është aq e qartë se çfarë është bërë. Cili është cikli? Mirë do kishim bërë. Pasurohet 4% është për shërbim civil, po. Mirë do kishim bërë ai premtim që doli nga Tranfi. Që tha, ore mbase është projekt më i mirë tha ai të ndrojmë regjimin Iran. Këtë ishte mrekullia. Regjimi iranian është regjim fashist fetar. Kështu e quajnë paktën opozita iraniane. Dhe është një regjim i ashpër, një regjim që për ditë vare pushkaton njerëz, dhe mbase do ishte një zgjidhje më e mira. E ndruan në Irak, e ndruan në Libi, edhe Irak blof doli, se u ndrua. Po u ndrua. E njëjta gjë mund të ishte edhe këtu. Por këtu është populli, ose më mirë një pjesë e popullit, që është kundra regjimit. Jam duke u pyetur si fizikant. Ha? Në këtë pjesë e emisionit jam duke pyetur si fizikant. Fizikant është kjo pra. Nuk është penguar. Është shtyrë për shumë pak. Për sa? Bombardimi në Fordow e ka dëmtuar, e ka shkatruar? Prishën 3 reaktor, po të them. Reaktorët për bombën e Iranit nuk... Sa duhet për ta ndërtuar reaktorin? Se nuk i duhet, do bëjë centrale me naftë. Që duhet reaktori për armët? Reaktori për armët është një tjetër teknologji, prodhon plutonin, se ka dhe bomba me pluton. Por në përgjithësi nuk funksionon me kjo gjë. Bombat sot krijohen me uran. Dhe urani duhet pasuruar. Pasurimi i uranit është shumë i vështirë. Është jashtëzakonisht i vështirë, pse? Se minerali që është në tokë përbëhet nga 2 izotop. Është një izotop më i rënd, 238, dhe një izotop çik më i lehtë, që është 235. Diferenca me... Të na shpjego tani, nga miniera te arma, cili është cikli? Nga minera te arma, në natyrë, urani 235 është ai që krijon bombën. Është një izotop special. Është 0,6%. Kurse urani tjetër është 99,3%. Pra merret në minierë me pasuri 0,6%, tani për të përdorur për energji... Për ta përdorur për energji duhet pasuruar 10 herë. Profesor, procesi i pasurimit nga 0,6 në 3,67, që duhet, në 2015-ën, që u lidh marrëveshja, u la që Irani ta pasuronte deri në 3,67%, që përdoret për shërbim civil dhe për energji. Paritin i 60%. Ky merr më shumë kohë. Ky është procesi më i gjatë, ta çosh nga 0,6 te 4. Pastaj nga 4 deri te 90 është çështje muajsh. Pasurohet më shpejt. Absolutisht e kundërta. Nuk ka proces që është i vështirë kur fillon, edhe bëhet i lehtë kur mbaron. Shiko, as kimi, as fizik, as një lloj gjëje natyrë nuk është e tillë. Pra, problemi është ky, vërtet, Irani ka kaluar kufirin që i lejoi marrëveshja, kush e di këtë gjë? Që kur Amerika u tërhoq nga procesi... Një minutë burtë... Po ai nuk i lë inspektorët, derisa nuk lë inspektorët... Të desha them pse si lë pra tash. Se e prishi marrëveshjen në burr. E prishi marrëveshjen në burr. Nuk e quajmë këtë marrëveshje, në cilën kishin marrë pjesë vendet në të Europës. Pra, ishin ata që kanë armë bërthamore dhe që i njohin mirë problemin dhe bën një marrëveshje në mënyrë që Irani mos ta kalonte kufirin. Arriti në 60% të pasurimit. Nuk e di një. Për të prodhuar armë, ka thënë agjencia. Ka thënë agjencia, agjencia... Nuk ka thënë agjencia ashtu. Agjencia... Kam pranuar dhe ata vetë, doon që kemi 400 kg uranium të pasuruar në masën 60%. E ka 20 e ca, 400 kg është një kovë. Një ark e vogël, që mbushet me 400 kg. është 3 herë më i rëndë se plumbi. Tani, është elementi i fundit tabelës Mendelejevit, ka ca parametrat veçantë, nuk është një gjë e madhe të ruash 400 kg, që pretendojnë ata që kanë prishur. 400 kg, 3 kovat vogla, njërën e qonë në shpinë e veta, i tjetër, se nuk është radioaktiv urani.
Urani bëhet radioaktiv kur ndahet bërthama. Elementët që krijohen janë radioaktive. Urani vetë ka një reaktor. E ka periudhën e zbërthimit qindra miliona vjet. Është radioaktiv, aq nga dalë sa s'është radioaktiv praktikisht. Profesori tha një diçka. Po gjërat që thuhen nuk janë, pastaj ne dëgjojmë njërën palë. Gjërat që thuhen janë ato që interesojnë atyre që i thonë. Agjencia në Vjenë ka bashkëpunuar dhe mbas prishjes së marrëveshjes, por iranianë gjithmonë më shumë thanë jo, se ata s'kan ndërmend. Irani deklaroi që nuk do bashkëpunojnë më me të. Pra tani ka deklaruar që nuk se e bombarduan burr. Ata që do bashkëpunonin e bombarduan. Po ata që bombarduan ja arritën qëllimit, ja hoqën armën nga dora apo jo? Iranin. Unë jam kundra regjimit Iranit, meqense nuk jam me Iranin, kështu që s'm shkon mendja ta mbështes. Por ca gjëra janë vërteta, ca gjëra s'janë vërteta tash. Nëse thash Irani pas ka pasuruar më shumë, nuk s'ka asnjë shans ta përdor ai për herë të parë. Se përdorën as amerikanët, as rusët, as francezët. Kërkush se përdori përveç dy bombave në Japoni që ishte kohë lufte. Nuk i përdor më njëri ato. Ja ç'a bëri Pakistani me. Janë të dyja fuqi bërthamore. Pse e mbyllën luftën? Se i thap Trumpi. Apo se e panë që nuk shkohet larg. Pse u mbyll aq kollaj Izraeli me Iranin? Të dy kuptuan që shiko, ajo luftë që po fillonte po i shkatronte të dy. Hera parë që në Izrael kanë rënë raketa. Ju e mbani mend para ca muajsh në atë sulm, vetëm 5% ose aty rrotull e raketave iranian në ran. Tani ka vajtur 50-50. Kështu që lufta s'është zgjidhje asnjëherë. Zoti Xhaferi? Unë mbarova. U arrit misioni, u shkatrua industria nukleare e Iranit? Këtu ka këndvështrim nga më të ndryshmet. Por që dëmtuar rënd, kjo nuk diskutohet, sepse nuk është vetëm problemi i goditjes, por sipas Reuterit, në luftën 12 ditore janë vrarë 12 shkencëtar, më duket. 30 komandant dhe 12 shkencëtar. Pra edhe ky nuk është një... Kanë 12.000 shkencëtarë dhe po aq komandant dhe buçë. Ky është problemi. Mund të jetë problemi ky, po unë po i referohem derisa Reuteri e përmend si fakt, tregon që nuk është i vërtetë si fakt. Nuk është i vogël. Dhe këtu flasim nga pikpamja që pse, sepse këtu pak ndaj pikpamja të kundërta me profesorin që flet më shumë nga pikpamja fizike, kurse nga pikpamja e sigurisë, si Izraeli, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në strategjinë e tyre të sigurisë kombëtare kanë goditjen paraprake. Qofse unë konstatoj që kundërshtari im po hecën një drejtim, unë nuk pres derisa të bëhet i fortë. Po kush je ti vëlla? Po e godas. Që pas ke këtë strategji. Unë nuk po flas, profesor, unë po flas për strategjinë e tyre të sigurisë kombëtare. Kush është Irani që financon milicin në Irak? Milicin sulmoje për do të afshin nga harta Izraelin. Këto do të afshin nga harta Izraelin. Po flasim shteti. Ankohu për këtë gjë dhe rrëzoi atë regjim. Ne këtu po interpretojmë veprimet e secilës palë bazuar në strategjinë e tyre të sigurisë. Edhe Irani sot, unë e bëj këtë se në strategjinë time të sigurisë kombëtare kam proksi luftën. Jo, nuk e ka thënë asnjëherë, unë nuk e bëj. Nuk do bëj armë bërthamore, ka thënë. Mbështes milicinë në Siri, mbështes Hezbollahun, mbështes Houthit në Yemen, mbështes Hamasin në Gaza. Kurse Izraeli dhe Amerika thonë strategji sigurie paraprake e konsideroi Iranin kërcënim, se që nga 1900 që kur Rashau, 1979 ka thënë zhdukje Izraelit, zhdukje Amerikës, e konsideroi si kërcënim, e shikoj që po lëviz në drejtim të pasurimit të uraniumit, në bazë të evidencës time, e godas. Pastaj, që Netanyahu është konservativ në ekstrem, dhe ka një marrëdhënie shumë problematike dhe me gjykatën penale ndërkombëtare. Ka një qeveri super të djathtë, kjo është tjetër çështje në shkenjen e drejtave të njerëzit. Ne i quajmë super të djathtë, po janë fascistë. Ne këtu po interpretojmë veprimet që kanë ndërmarrë shtetet bazuar në strategjitë e tyre të sigurisë. Unë mendoj kështu që me bombën në xhep flitet ndryshe. Pra, ai që ka bombën dialogon ndryshe. Dhe shembulli është Korea e Veriut. Si u fut loj Korea e Veriut, një shtet me fuqi modeste. Momentin që bëri provën bërthamore dhe dha prova konkrete që e ka atë kapacitet, pra ka armën atomike, vajti i takoi Trumpi Singapore.
Pra, me të njëjtin mekanizëm synohej që Irani të riktheshe fuqishëm lojtarën në ditën e mesme. Sepse pastaj në rast se ka armë atomike Irani, nuk e godet kollaj. Ki parasysh, nëse bën se godet kollaj. Nuk e sulmon dot. Nuk e sulmon dot. Sepse ka armën atomike. Dhe ajo që shpjegoi shumë qartë profesori, tha që aty çështja e prodhimit të armës atomike është shumë komplekse. Sepse nuk mjafton vetëm ta pasurosh Iranin, ta kthesh ta çosh në masën kritike ku filloi. Pjesë tjetër ajo pastaj. Por duhet dhe një burim neutronesh që i kanë reaktorët, duhet komponent tjerë, duhet bësh prova e tjerë që është shumë komplekse ajo. Ta prodhosh dhe armën, se nga... Dhe dy ta futesh në një kokë bërthamore, ta futesh në një predhë dhe ta lëshosh, që kërkon pasaj sintonie, sinkronit, shumë procese. Po patet teknologjin, teknika është avancuar, por çështje muajsh. Po të kesh teknologjinë dhe teknikën, pasurimi është çështje muajsh. Pse goditet për reaktorët? Mos e burtë të përflisë, është të muajt. Kanë 30 vetë që merren me atë punë dhe ja ku janë. Çështje muajt. Po të ishte... Se shiko, ka lënë që shihet të hidhur kjo çështja e Irakut, se u fry dhe puna e Irakut dhe nuk do... Po mendoj që ka qenë ndryshe, profesor. Me rastin e Iranit nuk ka qenë aq fars sa që ajo e Irakut. Ka pasur informacione të bazuara që ai ka qenë realisht pranë prodhimit të armës. I kanë nxjerrë se trifugat iranianët, ato që shohim në televizion janë skena, video që i kanë fotografuar iranianët, e thonë ata, centrifugat po më kam, duhet merremi me pasurimin. Dhe thot, po armë bërthamora nuk kemi, nuk e di, gënjejnë basë unë. Të vetëm një instrument që ka pasur Irani për të negociuar uljen e sanksioneve, kanë qenë armë atomike. Atë ka pasur, a gjithmonë, kur bënte presion do të heqësh sanksionet, unë po e ngadalsoj procesin e pasurimit të uraniumit. Pra, gjithmonë ka luajtur Irani me çështjen e armës e programit bërthamor, që mos ta quajmë. Izraeli e ka bombarduar shumë vite më parë. Izraeli me luftë kibernetike i prishi centrifugat. Po. Një pjesë të centrifugat. Do të thonë ata janë në luftë prej shumë kohësh dhe natyristët e Iranit do bëj politikën e vet. Thash, ai regjim është regjim fashist. Kështu e quhen opozita. Po flasim për regjimin e Iranit më pas. Si erdhin pushtet dhe baset nëse largohet apo jo. Armë pushimi do zgjasi, do kthehet në paqe apo është një konflikt i ngrirë që mundet të shkrihet në çdo moment. Para një orësh kishte kundërorët iranianë ishin në punë, nuk kishte një informacion sakt pse ishin në punë. Ka disa ditë që Mossadi vazhdon të godas brenda Teheranit. Do thotë çfarë objektivash? Objektivat janë ushtarak. Vazhdon radha komandantëve, shkencëtarëve që merren me çështjet bërthamore. Pra, le të themi këndvështrimi i Izraelit është që në këtë pikë Irani mund të kthehet si një lloj Hezbollahu të madh. Në kuptimin që ata duan të mbajnë superioritetin ajror që kanë arritur gjatë 12 ditëve, dhe nëse duan ta mbajnë do të thotë që do të vazhdojnë godasin, sepse Irani do përpiqet ta rikthejë atë që kishte para 12 ditëve. Tjetra është do përpiqen të vazhdojnë Mossadi të godasë objektivat që unë thash që ka goditur gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit pas ampushimit. Gjithë do thotë se kjo luftë mund të jetë, le të themi, ampushimi mund të jetë i brish në këtë moment, nëse nuk arrihet një marrëveshje në tavolinë, nëse nuk ulen tavolinë iraniane për të hequr dorë nga një pjesë e madhe qoftë programit bërthamor të rësisht, qoftë raketave balistike që kanë në këtë pikë. Po këndvështrimi i Izraelit ky është. Pra që Irani do shndrohet në një lloj Hezbollahu dhe Izraeli do qëndrojë si polici, le të themi, 24 orë për të parë çdo lëvizje që mund të bëjë Irani për të rikthyer qoftë programin bërthamor, qoftë programin e raketave balistike. Pra do thotë që Izraeli do vazhdojë ta godasë her pas here, siç ka bërë me Hezbollahun. Çështja e saj mund ta pranojë Irani një goditje të tillë nga ana e Izraelit. Tjetra është fakti që edhe të mbaj superioritetin ajror Izraeli 2000 km larg nga toka e vet nuk është një ndërmarrje kaq e lehtë saç duket në këtë pikë, pra e ka arritur, po sa mund ta mbaj. Unë në këtë pikë kam prirjen të besoj më shumë shërbimit izraelit, sepse shërbimi për Izraelit kjo ishte një jetë vdekje. Dhe e shoh të vështirë që dikush nga shërbimi izraelit bashkë me kreun e Mossadit që dolin në konferencë dhe tha që ne kemi çuar programin bërthamor dhe jo vetëm programin bërthamor iranian disa vite pas. Pra është pak e pa imagjinueshme që ai të gënjejë në këtë le të themi në këtë nivel sepse është një çështje për jetë vdekje për izraelitët. Pra nëse Irani del që pas 3 muajsh
programi bërthamor nuk ka shkuar disa vite, ka shkuar vetëm 3 muaj, kjo ishte një dështim gjigant, kolosal, qoftë për Netanyahu, qoftë për shërbimet sekrete izraelite. Dhe themi sasia ose niveli se sa ata kanë penetruar Iranin gjatë këtyre muajve ose viteve të fundit, tregon që ata kanë, le të themi, informacionin më preciz, më të saktë në gjithë tjerët. Si ka funksionuar Mossadi, profesor, gjatë këtë? Si? Mossadi gjatë muajit fundit në Iran, si ka funksionuar, e keni ndjekur? Me sa duket mirë, po gjërsa arritën të eliminojnë konkretisht sa njerëz të rëndësishëm. Si, në çfarë mënyre do qenë mirë. Njerëzit më të mbrojtur mundet t'i eliminojë dhe Më të mbrojtur. komandantin e përgjithshëm, numri 1 të ushtrisë. Nuk e kam pasur ndonjë problem, është herë e parë që bëhet një gjë e tillë, s'është për të çuditur. Ata eliminuan me bipera. Tani le të provojnë, nëse do t'i eliminojnë të tjerët. Nëse janë nga të Zot, le të shohim çfarë do bëhet me të tjerët, mirë ata të parët. Është një situatë e çuditshme atje. Nuk e prishim marrëveshjen në Irani, këtë duhet keni të qartë. Nuk e prishim marrëveshjen në Iran, kish pranuar çdo lloj kontrolli. Çfarë tregon kjo? Nuk është si Korea e Veriut, se trajtoi njëri problemi e marrëveshje me Korenë e Veriut. Me Iranin po, se i kanë vënë sanksione shumë forte ekonomike dhe ata kanë probleme ekonomike shumë të mëdha. Dhe unë them që edhe nëse ka bërë këtë gjë, hajde merremi vesh, s'ka mjet tjetër për të bërë presion që të heqin. Si të prishim marrëveshjen, vajte te 60% pasurimi. Për shantazh. Nuk ka mjet tjetër ai për të bërë presion mbi ata që i kanë vënë sanksione ekonomike. Zoti Xhaferi, paqe që donan pushimi qëndrueshëm apo do rikthehen? Po të shikosh historitë e konflikteve në linjën e mesme, zakonisht lufta ditat 67-ën, tani 12 ditë luftë, atëherë 6 ditë lufte, janë pra goditje ti të fortat, ti më bën një gjë, unë të bëj një gjë, dhe unë mendoj që asnjëherë se bësh zgjidhje përfundimtare do jetë i qëndrueshëm sepse është me kosto të mëdha për të dyja palët. Pra edhe Iranit i duhet një marrëveshje. Tani evidencat më të fundit thonë që një ditë luftë në këto 12 ditë Izraelit i ka kushtuar $725 milion. Një ditë. 9 miliardë i ka shkuar fatura e 12 ditëve Izraelit. 3 centrale nëse janë prishur fare, nga 6 bëjnë 18 miliardë. Ky është çmimi klasik i një centrali. Është i përafërt natyrisht varet, por është shumë. Pra, dëmi ekonomik është bërë shumë i madh. Për të dyja palët ka kosto. Irani i vuan sanksionet ekonomike. I llogariten 10 deri 20, sepse është variabël, 20 miliardë euro në vit. Ka pas eksportuar 2.5 milion fuqi naftë, eksporton 0.5 milion. Pra, për të dyja palët janë të interesuara për marrëveshje. Dhe ajo që po thuhet, që po punohet shumë intensivisht tani, është një marrëveshje që Irani të monitorohet, që ta mbajë pasurimin e uraniumit në nivele për shërbime civile dhe për energji, dhe njëkohësisht të lirohet nga sanksioni, sepse edhe tjetra është që nga pikpamja e strategjisë së sigurisë perëndimit nuk i intereson rënja e regjimit në Iran. Sepse Irani krahasuar me Irakun është 88 milion me 44 milion, dhe në sipërfaqe është 4 herë më i madh se Iraku, që është 1.6 milion kilometra. Tre ministrat evropianë që negociuan, po. Dhe kjo do të thotë që rënja e regjimit aty, mund të kemi shembullin që iku Sadami në Irak. Po pastaj filloi në 2003 iku Sadami, dhuna sektare u përplasën sunnish me shiitit për 4 vite me radhë. Pastaj erdhi Sisi, kontrollonte 25% të territorit, pra edhe tani është siguria e brisht. Pra krijohet një vakum shumë i madh sigurie për një shtet shumë të madh. Kështu që janë shumë faktorë dhe variabla në lojë që do flasim donë që çfarë ndodh nëse përmbyset regjimi, por arrit paqja apo do t'i pranoj kushtet që i vendosi Evropa, se ata ishin ndërmjetësuesit. 3 ministrat që takuan ministrin e jashtëm iranian. Ata vajnë për ndaru luftën tonë. Dhe ndërprit pasurimin e uraniumit dhe prodhimin e bombës bërthamore, mos financoj proksin dhe disa kushtet e tjera të dorës dytë. Unë e shoh vështirë që të kemi një marrëveshje bërthamore me Iranin të tipit Obama. Ajo që i marrëveshja më e mirë? Po, fati një farë qëndrueshmërie, pastaj erdhi Trumpi e prishi. Kështu që nuk më do mendoj që do të kemi kthim mbrapa dhe një herë nga presidenti Trump për të ndërtuar një marrëveshje bërthamore sipas modelit Obama.
Pra do kërkohet që të ketë do kërkohet një presion i madh, të mbahet në një presion të madh regjimi iranian për të mos avancuar, pra për të mos avancuar me programin bërthamor. Aq më tepër që dhe drejtori i agjencisë atomike në Vjenë deklaroi që pavarësisht nga sulmet nuk është penguar Irani në potencialin për ndërtuar armë bërthamore. Kështu që unë nuk e shikoj këtë si në horizont një marrëveshje të re. Dhe do synohet që të avancohet në pothuajse në ndalimin total të programit bërthamor të Iranit. Këto historitë për qëllimet civile, këto historie, unë nuk mendoj që qëllimi i programit bërthamor të Iranit ka qenë ndonjëherë qëllimi civile, një vend që ka burime nafte a fund centrale në tunele në mal 550 metra poshtë. Kështu që e tha dhe profesori këtë, dhe ka dhe një logjik. Kështu që nuk më do mendja që do të bjerë përsëri në gratë që të rindërtoj një marrëveshje të re për qëllime civile. Do tentohet që të paralizohet totalisht programi bërthamor i Iranit. Si e vetmja garanci që ai të mos ketë pastaj fuqinë për të shantazhuar apo për të financuar grupet. Ky ishte qëllimi i marrëveshjes, u bë më punë. Irani po e përdor si asin në mend që quhet pasurimin, në mënyrë që të heqin të gjitha reprezaljet ekonomike që kanë mbi sanksionet. Prandaj u bë marrëveshja. Pa pritur Trumpi tha jo. Okej, një nga objektivat... Unë e shoh vështirë që Trumpi të rikthehet tek marrëveshja Obama, tek nuk thedhe. Okej, një nga objektivat e Netanyahu dhe Trumpit ishte rrëzimi i regjimit të ajatollave. Si kanë ardhur në pushtet dhe si kanë funksionuar regjimet në Iran në shekullin e 20 dhe në shekullin e 21, duke pasur parasysh që gjithë një kanë qenë puset e naftës. Në vitin 1901, mos gabohem, kompania britanike Anglo-Persian zbulon naftë dhe fillon shfrytëzimin e fushave naftëmbajtëse të Iranit. Vazhdon ta shfrytëzojë deri në vitin 1941 dhe 1951, kur Irani pushtohet nga trupat britanike dhe sovjetike. Sepse Reza Shah, drejtuesi i Iranit atëhershëm, u konsiderua i afërt me regjimin nazist dhe u zvendësua nga i biri Mohamed Reza Pahlavi. Ushtria e kuqe rritet në vitin 46, në vitin 1951 dhe 1952 kemi një lëvizje, le ta quajmë sovraniste, të qeverisë Mossadekut, i cili nga perëndimi akuzoi edhe si vegël e sovjetikëve. Qeveri e majta jo. Dhe për ta sqaruar. Po pra që akuzonin edhe si vegël të sovjetikëve. Deshi të shtetëzonte. Shtetëzoi gjithë kompanitë e huaja, përfshirë dhe Anglo-Iranian. Edhe ato angleze. Ndërkohë në pas një viti, në 1953, me ndihmën e klerit shia, kujdes. E the të vërtetën. Po ta të lexojmë një kronologjikisht dhe pastaj e merr. Në 48-ën anglezët kanë bërë grushteti atje dhe sollën shahun. Po pra. U shtetëzuan puset dhe naftës së anglezëve. Dhe që atëherë në 51-52 u shtetëzuan nga Mossadeku, kryeministri. Mossadeku. Në atë periudhë shahu ishte kukull. Në kohën e Mossadekut, apo jo? Dhe me ndihmën e klerit shia, SBA dhe Britania e Madhe organizojnë grushteti. Mossadek arrestohet dhe Shah, që vitin e fundit ishte një kukull, merr pushtet absolut, madje kthehet dhe nga Roma, ku kishte dështuar për një javë grushti i shtetit, u ribë prap dhe kthehet nga Roma Shahu. 63-79, Shahu ndërmerr një seri reformash që u quajtën revolucioni i bardhë. Thelbi tyre ishte modernizimi i shoqërisë, përshtatja me botën perëndimore. Kjo krijoi tensione sociale dhe për shkak të korrupsionit të lartë të familjes perandorake. Në vitin 1971, regjimi feston në Persepolis, kryeqytetin e dikurshëm të perandorisë persiane, 2500 vjetorin e perandorisë me shpenzime që u konsideruan si faraonike dhe nga gjithë bota. Në vitin 1978, në Iran shpërthejnë protestat të cilat mbajnë të paralizuar vendin. Rrymat e shumta kundër regjimit drejtoheshin nga rrethinat e Parisit,
ku një klerik fanatik ishte bërë së fundi shumë popullor, kishte selin e ti në periferit Parisit. Dhe ky ishte Ayatollah Khomeini, i cili u nënvlerësua shumë nga perëndimi, por në 1979, kur përplasje të përgjakshme në rrugë detyrojnë shahun të largohet nga vendi dhe Ayatollah Khomeini vjet në krye të regjimit dhe ku qëndron 10 vjet deri në 89-ën, derisa vdiq dhe zëvendësohet nga Ayatollahu kryesor. Dhe në të gjithë të donë, kontekst është nafta, apo jo, profesor? Normalisht ai është prodhimi kryesor, nafta dhe gazi, ka dhe gaz, për gjallë. Tani se gazi është më i rëndësishëm sot. Më i rëndësishëm gazi? Ka më pak mbetje karboni djegë e gazit se sa e naftës. Që nafta ka mbetur kryesisht për automobilet, kurse centralet e ri që bëhen janë me gaz. Edhe ngrohet në industri gjitha bëhen me gaz tani. Si nuk arritën ta rrëzojnë edhe këtë herë donë? Si? Sepse një nga turpërimet më të mëdhaja që kanë pasur, se nuk e kemi vënë këtu në tabel, që kanë pasur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë në kohën e presidentit Carter, kur disa muaj pas ardhjes së Khomeinit, ata morën peng për 424 ditë punojësit e ambasadës amerikane, edhe i kanë keq trajtuar. Si nuk arritën ta rrëzojnë dhe këtë herë? Ti e ke parasysh se e nisë. Ata quan një brigadë speciale, nuk e di, shumë helikopterë, një 12 në duket, speciale që një stuhinës shkretiri i rrëzoj. Stuhirëre atje nuk arritën, ca i kapën, ca arritën të kthejnë dhe dështojnë me sukses ajo punë. Pastaj ta u bën gjithmonë më të. Profesor? Shiko, nuk është problemi i rrëzimit, kuptimin që qofse ndoqë presidenti Trump tha bëri një deklarat që ne e dim ku jetha dhe mund të të eliminojë. Do t'jesh fali mirënjohës që nuk të vrava. Por problemi është atë që tha dhe zoti Xhaferi, vakumi që krijohet. Po. Vakumi që krijohet, sepse mundesh ti të krijosh një sulm dhe të eliminosh kasën drejtuese. Dhe tashmë me teknologjinë usharake është e mundur. Pra praktikisht ai hoqi gjithë kasën usharake të shërbimeve sekrete dhe shkencëtarët bërthamor i eliminoi. Pra potencialisht mund ta bënte këtë edhe me kasën drejtuese. Pavarësisht ata janë futur në bunker, po tashmë me ato shpullsët e mëdhej të avionët që depërtojnë deri 100 metra, 200 metra, të gjenë edhe atje në bunkerët. Po problemi është më i ndërlikuar, problemi është ndodh më pas, dhe ajo që quhet opozitë është shumë e fragmentuar. Ne kemi opozitën kryesore që kemi në Mans, që janë Mek me një ajo apo princi trashëgimtar, djali Shahut është më... Po ke edhe një opozitë të ndarë diametralisht kundër ideologjikisht. Djali Mbret. Djali Shahut, po. Këta nuk konvergjojnë, se nuk bëhet fjalë për një front unik opozitar që tashmë e ketë konsoliduar dhe ja iku Ayatollah Khamenei dhe kemi gati. Prandaj është më ndërlikuar historia e ndryshimit të regjimit, jo sepse nuk realizohet teknikisht, po është problemi që prodhon nga mbrënda. A ka qëndrueshmëri, do destabilizohet ai vend, do përbëj kërcënim pastaj për gjithë rajonin, pra është një çik më komplekse kjo histori. Megjithatë u lut ajo me shantazhin që u bë Khameneit dhe ishte një mesazh që ai lexoi mirë. E lexoi mirë dhe kur arrit marrëveshja me ndërmjetësimin e Katarit, ishte një gjë edhe pak butaforike ajo, sepse u njoftua Katari që bazat amerikane atje do goditeshin nga Irani. Pra ishte një marrëveshje e rakorduar mirë, në mënyrë që shiko tash ne do të bëjmë sikur do të dëgjojmë ty, por nuk do ashtu dhe pastaj do të bëhet një marrëveshje që e ndërmjetësuar. Pra e gjithë marrëveshja në një farë mënyrë u rakordua, u dizenjua, bravo. U dizenjuar me shumë kujdes. Edhe Trump që ju falenderoj, tha që na njoftove që do bombardoje dhe nuk u patëm asnjë viktim. Domethënë këto gjëra janë kështu, luan në shumë nivele. Si shpjegon Katari kaq aktiv është një lloj kushinete ku vërtetë gjithë diplomacia rajonale aty. Është negocioj mes në emër të SBA-s me Iranin për të pranuar armëpushimin, është bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani që po negocion me Hamasin për të pranuar kushtet e paqes.
ku buron kjo? është I pranuar nga gjitha palët, fuqia ekonomike? Me Hamasin fakt është më interesante sepse në dokumentat që kanë zbuluar Izraelit në Gaza ishin pikërisht Katari që financonte më shumë nga të gjithë Hamasin. Pra dhe financonin dhe po e negociojnë për ta çarmatosit, thuash në një farë mënyrë. Katari ka pasur gjithmonë një lidhje shumë ngushtë me regjimin iranian, pra ka qenë një lloj themi kanali komunikues. Këto e para një viti të sa kam qenë në Azerbajxhan një takim ishte bashkë me këshilltarin e kryeministit të Jordanisë dhe në atë kohë më thanë që gjitha ato le themi mesazhet që Shtetet e Bashkuara dëshironin të kalonin Iranit, nuk ja kalonin drejt sigurisht, ja kalonin përmes Katarit dhe përmes Omanit. Pra Katari ka mbajtur gjithmonë atë linjën e komunikimit diplomatike mes Iranit dhe vendeve të tjera. Dhe Omani ka bërë një gjë. Prandaj Omani u zgjodh si vend që do që bëheshin negociatat mes Shtetit Bashkuar dhe Iranit. Aq më tepër që në Katar është gjithashtu dhe baza e madhe ushtarake ajrore që ka Shtetet Bashkuara në Indjen e Mesme, kështu që I duhej Iranit një goditje, pavarësisht një goditje show, po I duhej një goditje drejt për drejt bazës kryesore të amerikanëve. Unë mendoj që Irani për shembull Irani është një vend shumë ndryshe nga vendet tjera të lindjes mesme. Dhe prandaj nuk e besoj atë teorinë e Irakut post Sadamit. Sepse Iraku, Siria, Jordania, Arabia Saudite, Katari janë gjitha vende artificiale. Pra nuk kanë traditë shtetërore. Irani është një qytetërim që ka një traditë shtetërore shumë të gjatë. Dhe edhe sikur të kishin eliminuar Netanyahu, Ayatollahun ditë të para, e shoh të vështirë që Irani të kishte shkuar në pikën e Irakut post Sadamit. Sepse dhe në 79 kur u bë revolucioni, shteti nuk ra. Shteti u evoluoi, thuaç në një farë mënyrë. Ajo e burokraci që ishte sot, nesër u bë islamike. Dje ishte mbretërore, thuaç, të nesërmen u bë islamike. Prandaj ideja e shpërbërjes së Iranit është pak e dyshim në këtë pikë, sepse është një shtet shumë shtet qytetërim në kuptimin e fjalës. Me këtë formë, me këtë popullsi, se 50% janë persë, 50% janë tjerë kurde, baloçë, që janë tjerët. Pra me këtë formë ka qenë prej qindra vjetësh, minimumi qindra vjetësh. Pra nuk është një shtet që shpërbëhet kaq lehtë. Dhe atë thuaç ndjesinë të qenë në një shtet, pavarësisht se janë azer. Ali Hamenei është azer për shembull, vet, por është në krye të Iranit. Një pjesë e madhe e komandantëve që u vranë nga Izraeli ishin pikërisht azer. Pra e kanë atë përkatësinë të qenë në një shtet. Iraku, Jordania, vendet tjera nuk e kanë përkatësinë. Dhe në momentin që kreu I shtetit ra, shkuan gjithë në drejtime të ndryshme ose filluan të vresin njëri tjetrin. Kjo vështirësi që ndodhi në Iran. Unë mendoj që Izraeli nuk ka hequr dorë nga përpjekja për të eliminuar Ayatollahun. Mund ta bëjnë në mënyrë tjetër ose mund ta bëj thosh përmes Mossadit që kanë ndikimin që kanë në Teheran, por nëse do kishim një ndryshim regjimin në Iran, nga përshtypja më shumë se sa ndryshim do ishte evoluim. Në kuptimin që mund të kishim një forca të thuash moderuara të këtij regjimi që është sot në pushtet, mund të kishin zvendësuar ata që janë Ayatollah dhe klerikët, po që Irani të përfundonte në kushtet e Irakut të Sadamit, personalisht mendoj që është e pamundur ndodhi diçka e tillë. Kjo që ndodhi çfarë ndikimi do ketë në Gaza? Kjo lufta 12 ditore. Po në mënyrë të padiskutueshme Irani është dobësuar. Dhe edhe para luftës 12 ditore, Izraeli ndërmori sulmin karshi Iranit, sepse para se ndërmerte sulmin dobësoi shumë Hamasin, dobësoi shumë dhe Hezbollahun. Pra të gjithë proksit. Kurse problemi I faktit që nëse eliminohet Khamenei, që ndodh me Iranin, mbas asaj që ndodhi me Irakun, fuqitë kryesore që kanë në përgjithësi arkitekturën e sigurisë ndërkombëtare nuk mund të bëjnë më eksperiment për të thënë që Irani ka traditën e evolimit dhe po iku Khamenei mund të vazhdoj. Pra nuk mundet sepse nuk është as Iraku, është dyfishi I Irakut në popullsi. Pra është një problem shumë I rëndësishëm. Leksionet e nxjerra po nuk u përgatit zëvendësuesi nuk mund të rrëzohet ai që është. Dhe këtu është djali I Shaut, pa I akuzohet për jetë shumë luksoze, pra deri diku është problematike. Mujahedinët janë një faktor të vendosur në mancë, po edhe ata sikur I kanë humbur lidhjet me realitetin e brendshëm, aty nuk janë faktor. Kështu që në këto konceptime, janë si mërgatë e qyqeve. Megjithëse u dha evidencë që shkruajtën dhe media ndërkombëtare që ju dha mesazh shumë I qartë Khameneit që e dim ku ndodhesh e gjitha me radhë,
hezitimi për ta eliminuar ka të bëjë me vakumin që mund të krijohet më mbrapa dhe problemet dhe krizat që mund të imponjohen duke rrezikuar gjithë rajonin. Krisafi, në Gaza, që ndikim do ketë kjo? Unë kam përshtypjen që Izraeli në Gaza ndodhet në një pikë që nuk di se dali. Po ndjekësh merat izraelite dhe qeverinë izraelite, përveç idesë Trumpit për të dëbuar 2 milion veta, dhe përveç përpjekjes le të themi për të vrarë sa më shumë që tjetë e mundur, nuk kanë asnjë dietë tjetër si të dalin nga Gaza në këtë pikë. Pra nuk din çfarë të bëjnë në kuptimin e fillt të fjalës në Gaza. Të marrin në kontroll Gaza nga pamja ushtarake, do thotë marrin 2 milion njerëz të tjerë në kurriz si nuk i mbajnë dot. Plus atyre që kanë në bregun perëndimor. Pra është një situatë që vetë Izraeli mund të dalë nga kjo situatë, ndoshta vetëm duke detyruar Donald Trump. Ka një ide për të arritur marrëveshjen pushimin në Gaza, por mund të ajoshin Izraeli nga ana tjetër duke aneksuar një pjesë të bregut perëndimor. Pra nëse shkojmë me idenë që mund ndihmohet Gaza në këtë moment palestinezë duke i bërë një marrëveshje paqe, por në momentin që Izraeli arrin të aneksojë një pjesë të bregut perëndimor, ideja e shtetit palestinez shkërmoqet edhe më shumë se ç'është në këtë pikë. Dhe unë e shoh dhe thash edhe në median dhe në qeverinë izraelite që thjesht nuk kanë asnjë ide se si mund dalin nga Gaza në këtë moment. Hamasi nuk është më ai që ishte në 7 tetor, ka ngelur një luftë guerilje, por është një frym që nuk shkatërrohet. Sigur të shkatërrohet del diçka tjetër. Do mos pas këtë moment Izraeli Kjo OÇP-ja u dobësua, Izraeli është futur doli Hamasin, nëse shkatërrohet kjo dikush, duhet një zgjidhje politike. Po mendohet për zgjidhjen politike? I gjithë konflikti në kohë Izrael-Palestinë ka prodhuar 5 milion refugjat palestinezë. E imagjinon çdo të thotë të shkërmoqet Irani, 90 milionësh, se çfarë refugjatësh e çfarë problemi mund të krijohet 90 milion njerëz. Po, edhe të palestinezët është ai dallimi që thash shumë, palestinezët nuk kanë asnjë, le të themi, traditë shtetërore. Shiko, unë them, presim të shohim çfarë do ndodhi. Mos përpiqemi të gjejmë zgjidhje. Jo, ne kemi ndonë që ça thon ata që vendosin. Shiko, kemi shumë pak informacione, por ti shiko se ç'po ndodh. Pa pritur bën marrëveshje lloj-lloj çuditëra, më the thash, nuk është një kohë kur gjërat mund parashikohen edhe në distanca të mëdha, se interesat e këtij janë kështu, të këtij si rrjedhim është kështu. Konkluzionet profesori. Vjen një president që bën çuditëra dhe po shiko, duket i shik se po çoj në një plan tjetër, ka bërë përshtypje një deklarate një historiani ebrej Yuval Harari, i cili është pyetur për këtë çështjen e tollovira që po ndodh në aty, lufta Hamas, Izrael. Thotë që gjithë rajoni është ngurtësuar në narrativa fikse, domethënë, sepse aty tokë për të akomoduar të gjithë ka sa duheshëm. Domethënë, ka tokë për të akomoduar të gjithë komunitetet për të cilat përplasen me ato historitë e tyre mijë vjeçare të ngurtësuara që këna të takon ne, ti nuk ke vend këtu. Pra, në kuptimin fizik ka tokë për të akomoduar të gjithë. Por kështu është ndërtuar, gjithë secili ka narrativën e tij dhe i qëndron besnik që kjo është tokë e shenjtë për mua, ti nuk e vend atje e tjerë. Kështu që propozimi më racional do ishte ai zgjidhja e qëndrueshme ishte me 2 shtete. Po ajo që është paradoksale është askush nuk e do këtë zgjidhje. Nuk e do Izraeli, nuk e do Hamasi, nuk e do Irani, nuk e do Hezbollahu, pra që të imponosh një zgjidhje duhet që palët janë për asgjësimin pa kushte të kundërsharit. Pra, Izraeli nuk duhet të ekzistojë, sipas Iranit, sipas Hamasit, sipas Hezbollahut. Shiko, gjithë bota është kapur tek 2 shtete në rajon. Palestina dhe Izrael, edhe Amerika. Nuk po zë vend. Nuk zë vend. I vetmi që nuk e pranon është Izraeli. Edhe Franca e hodhi dhe menjëherë pati reagim nga gjitha palët. Kur ikën britanikët në 49-ën dhe doli zgjidhja me 2 shtete, Izraeli atëherë e pranoi, nuk e pranuan arabët. Deri në 2000, deri në 2000 Bill Clinton i ju ofroi marrëveshjen e paqes 2 shtete, Palestina me kryeqytet Jeruzalemi lindor. Arafati e refuzoi. Të gjithë shtetet e botës së burë, edhe Amerika e pranon këtë tani. Trumpi nuk e di, nuk ka bërë ndonjë deklaratë për këtë punë, po. Dhe jam dakord me analizën që bëri zotëria që është një problem, është futur aty është në një qark, është në një... Nuk si do dali, si do dali. Atëherë që do bësh, do bësh spastrim etnik, do deportosh gjithë ata. Ideja ka pasur shumë i madh. Dikur... Me settlementet që kanë bërë ata në bregun perëndimor, izraelitët që kanë filluar ndërtimet, aty është bërë një
Shumë ndërlikuar. Ka pasur një ndryshim shumë madh këtë radhë. Vitet e kaluara, sa herë merre një peng Izraeli bën çdo gjë për të liruar pengun. Këtë radhë Netanyahu bëri të kundërtën. Pra në një farë mënyrë flijoi pengjet për të arritur një fitore të madhe strategjike. Dhe Netanyahu duhet të dali në fund të gjithë kësaj historie, dali para elektoratit izraelit dhe thotë atyre që shkon, ne pengjet i flijuam, por ma këtë bëm për të arritur një fitore totale ndaj Hamasit, Hezbollahut, ndaj Iranit e tjerë. Kjo i duhet Netanyahu të dali në fund. Nuk është ende afër një fitore totale me Hamasin në këtë pikë. Kështu që ai mendon dhe sigurisht për pjesën e vet politike në këtë pikë. Ky ishte emisioni për sot, nderuar shikues, rishqemi të anën tjetër. Natën e mirë gjithëve.